Aktive, je interesuar? Për skemën e aktive nuk jam interesuar për arsye se nuk e mund dot, se ne jemi pensionista, nuk kemi dot mosi dot mo. Neve ku kam fëmijët kanë ikur të gjithë, janë largu, kanë ikë fëmijë gjithë, dhe me se përballojmë dot neve. Ata thonë 5 lop e lartët. Vend bakti timta, thonë 50 kokë bakti timta, ne vend s'ka ku t'i mbajmë neve ata. Edhe s'kemi bakti që të majmë, edhe nga ajo për këtë. Edhe këtë. Po me tokët i men ajo rrjetë, kush e punon, kush e punon, se punon e këtë. S'ki që të themë. Edhe kjo ishte gjithë. Fate ne kajtë frymi jemi nuk e plotësoshëm dot me tokën. I menon u bashkova me vllain, ja dha që ata në bora këtë kërkesën e tokës, ja dha vllajt edhe aplikova edhe. Ajo. Sa sipërfaqe bëheni bashkë me vllain? 3 hektarë gjysë. 3 hektarë gjysë me vllain. Bëshë unë edhe i men, ai me qikojme. Që do bëhet funit a marrë vesh edhe nga jo. Edhe sasia e naftës që merrni ju ndihmon në punë? Nuk na ndihmon dot. Me këtë sasinë e naftës, për këtë ta thojnë me që djove që 10.000 lekë dylymin e thojnë. 10.000 lekë dylymi. Po për shtatet nafta thotë 2.000 lekë kilja. Fjala ime, ku përballohet dot ja fund, po thuaj hajt me të tjerë gjithë kështu edhe ecin me edhe kjo buhet edhe nga ajo. Ja për këto ishte se çfarë bëhet, se ka ta mund e çova jemi ti an, edhe nuk ka përgjigje. Tani unë era për aplikim nafte, më thon do 3 hektar tokë. Çfarë janë do 3 hektar tokë? Ku di gjejmë 3 hektar tokë? Ju sa keni? Po 7 modulim kam. Aq që na ka dhënë. Po jo as nuk ishte veri kështu. Nuk ishte kjo. Nuk ka shtet. Unë po ma 600.000 lekë në mujt me mjetët. Makinë, zitor, pompat. Që po di serat. Serat ka marrë 25 milion kredi, hatët qëjtë të pika, që ka marrë. Qa po me gjëra ma kështu? Unë s'kam frikë asë arama sa njeri. Unë kërkoj dritin ti me vla. Ke marrë herë Tjera tjera naft për... Po, ka marrë. Vjetë ka marrë. Si vjetë ka prera ma, do 3 hektar tokë. Ku ti gjithë 3 hektar tokë? Ka që tokë më kanë lem plako dhe plaka. Po pikat e tjera i plotësoje? Po jo dhe nuk plëtson asë gjithë ama. Ti institutit. Nuk plëtson asë një gjithë. Asë një këte. Sa bërë ama. Le bia ama në qatë. Një vatari, sildis, do bje skrebin. Ku ka skrebin? Sa pikat e skemës ju përfitoni? Una po kërkoj për skemën e Ullinshtrës, për lekë, për investime, për gjara. Tani këto kam bëj nga 3. Thonë përfiton veç për hektar. Duhet kesh afërsisht 3 hektar. Tani unë si plesoj 3 hektar. I bie që tani si i bie. Sun këtë se kuptoj. Gjithë familje shqiptari kanë 3 hektar tokë, që në 3 dëllim mundan. Kjo i bie ish një talli për poplin. Një mashtrim, për i pjesë e madhe, lekë të tjera, mendoj unë. I fusin e për gjepët e veta, thonë i dham. Ka që kish unë këtë sot ka marrë për të aplikuar për ullit. Këto më srollasin, s'ka drejtori. Mund vini aty, mund veni ta shikoni, thanë në terren. Mos e di se mas dojmë gëbim, po. Sa sipërfaqe Ullinshte ke? Unë kam 26 dëllim sipërfaqe Ullinshte. Edhe s'ka marrë asnjëherë subvencionim për arsye ka në lja shtetit dhe i diçka tjetër. Ullit duan 5 vjet hyn prodhim. Rama ose shteti këto nuk e din se sa kohë do të vi ullinin prodhim. Se këto gjithë punojësit marrin rroga këto. Këto nuk i din këto, nuk vjen për terrene këto. Pse njoftoj njerëzit ta banorët. Thonë ne ish këtu. Se pa ja bëj kështu. Dhe kishe fjalën që thjesht këto presin që sa më pak të aplikojnë për mendimin tim personal, që më kuptoj unë, ose s'janë ta për punë. Kanë ik klasa që janë me shkollë, kanë ik jashtë shtetit. 2 gjëra janë, ose ku dëgjon, ose kanë urna lart. Për ku nuk e di se s'kan rrugë zgjidhje. Kaq, thonë jemi në terren, jemi këtu, kaq çat. Mikrofoni. Sa hektar ke? Unë kam 4 hektar. Ja, të koma, edhe erdhën tje që kishim më pak se 4, më pak se 3 nuk e bërë. Sa naft do të marrësh? Jam të kam një atat, së da. Nga thonë jam të më merë. Çfarë dokumentash dorëzove që verifikove që ke 4 hektar? Certifikate të punësisë. Po i kanë dhe të fëmijëve dhe gjitha po. Edhe bashkove, zikon. Si të duket kjo skemë këtë vit? Po mirë, po qa është minimale. Po e thonë vetë pleu, ka pagu 2-3 milion lekë. Po qa do marrë me atë 200.000 lekë. Jo do marrë 200.000.
Qa do bëjmë ata? Asë është gjithë. A që plera, po shërbime tjera që bëjmë. Vlera prodhimi që marim ne, krasi me Sarajevë sebe, është e pa përfismë. Po hardët ka dalë një skemë për të bëhë, për edhe të bëjmë. Po nuk është mjaftueshme për fermerë. Seve hajtë bërë prodhimi, po vetëm një ka krasis, do 2.000 lekë. Do 2.000 lekë një krasis. Po shërbime tjera, hajtë do edhe spektakle, po hajtë do dhe shumë shërbime. Nacionale këtë vit. Skema po shkon normalisht, fermerët janë goxha të interesuar, deri tani si drejtori e cila mbledh 3 qarqe, Fier Vlorë Gjirokastër, mund të ketë vajtur mbi 3.000 aplikime, vetëm qarku i Fierit mund të ketë mbi 1.500 aplikime. Interesi më i madh gjithnjë është tek skema e njësisë për sipërfaqe, e cila në një farë mënyrë ka zëvendësuar skemën e naftës. Pastaj është aplikimet për gjellin, për lopët, është për të imtat, bleta dhe me radhë që vazhdojnë sipas përqindjes që kanë. Fermerët cilët nuk e plotsojnë 3 hektarshin, çfarë duhet të bëjnë? Në përgjithësi fermerët kanë marrë toka me qera që kanë bërë bashkimet dhe pjesa më e madhe e fermerëve, që është dhe interesi i tyre që vinë po tush për ditë, interesohen se mënyrën si bëhet aplikimi, për që janë dhe ata më të qartë për aplikimet. Është më e vështirë kjo skemë nga të tjerat përsa i përket dokumentacionit apo janë? Është e njëjta gjë, nuk ka asnjë ndryshim. Pasi të mbaroj skema e cila zgjat 1 muaj, çfarë do të bëhet? Si çdo vit pas mbarimit të skemës, bëhet kontrolli i dokumentacionit, që kalon kontrolli administrativ dhe pasi mbaron kontrolli administrativ, fillon hedhja e legëve në numrin e llogarisë të fermerëve. Sistemi i të dhënave ka kriju probleme për hedhjen e Jo, dokumentacionit? kemi punuar normalisht, nuk kemi pasur probleme. Dhe fermerët kanë patur interes dhe vazhdojnë të kenë interes. Një pjesë e mirë tyre vinë dhe marrin informacion se si do procedojnë për të bërë aplikimet. Duke qenë se ka disa ndryshime dhe disa risi, siç është futja në skemën e aplikimeve dhe për dosat, që është derë, që s'ka qenë vitin e kaluar, futja në aplikim dhe për të rinjt, që përfitojnë deri në 1 milion lekë, por këto kanë bërë që të janë dhe më të interesuar për aplikim. Po skema 3 nga pikat e 12 skemave ishin për investime madhore, ka pasur interes? Janë skemat e investimeve, po vinë interesohen, marrin informacion dhe ka filluar dhe aplikimet dhe në këtë drejtim. Për çfarë konkretisht? Po duke filluar nga ndërtimi i staneve, blerjen e automjeteve, blerjen e pajisjeve, modernizimin e mekanikës bujësore, këto janë kryesisht. Edhe çfarë kriterësh duhet të plotësojnë në këtë rast? Të gjithë fermerët përfitojnë. Mjafton që fermerët mos kenë detyrime financiare në shtet, në AZBR, në banka. Të paguar.